Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka caktuar datën 20 qershor për zhvillimin e seancës gjyqësore në lidhje me kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për ndryshimin e masës së sigurisë. Seanca do të mbahet në orën 11:30 dhe do të drejtohet nga gjyqtari i hetimit paraprak Erion Çaça. Mbrojtja e Metës kërkon zëvendësim të masës së sigurisë nga arrest në burg në një mas tjetër më të butë. Pasi sipas tij në rastin Meta janë shkelur afatet dhe duke kaluar 8 muaj dhe në asnjë rast nuk është paraqitur nga spak informacion 2 mujor mbi çështjen. Meta, i cili ndodhet në paraburgim që prej 21 tetorit 2024, kërkon zëvendësimin e masës arrest në burg në një mas sigurie më të butë. Avokatët e tij argumentojnë se janë shkelur afatet procedurale, pasi kanë kaluar mbi 8 muaj nga vendosja e masës pa u paraqitur ndonjë informacion 2 mujor nga spak, siç parashikohet nga ligji. Në kërkesën e depozituar pranë gjykatës, mbrojtja e Metës ka përfshirë edhe disa vendime të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit duke përmendur raste analoge. Përfshirë edhe çështjen Gëllçi, si precedent për interpretimin e të drejtave të paraburgosurve dhe afateve të qëndrimit në paraburgim. Gjykata pritet të shqyrtojë nëse janë plotësuar kushtet ligjore për vazhdimin ose ndryshimin e masës së sigurisë ndaj ish-kreut të shtetit. Më 27 maj, SPAK mori zyrtarisht të pandehur Ilir Metën dhe ish-bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi me akuzat e korrupsionit, pastrimit të parave dhe fshehjes së pasurisë. Bëhet fjalë për 3 hetime të përfshira në një dosje: afera Qezdia, skandali i lobimit të LSI-së në SBA dhe hetimi pasuror.